Të shtunën dhe të dielën në Prishtinë u zhvillua torneo rajonal Kosova Ball, ku morën pjesë 92 teniserë më të mirë nga 4 shtete: Kosova, Shqipëria, Malizi dhe Maqedonia e Veriut. Klubi i tenisit Hot Shot dominoi torneon duke rrëmbyer 4 vendet e para dhe 1 vend të dytë. Trajneri i klubit Art Baruti tha se rezultatet e arritura në këtë kompeticion sportiv janë një dëshmi e mirë e angazhimit të teniserëve të klubit. Duke marrë parasysh që në këto turne marrin pjesë klube shumë serioze si klubet nga Shkodra ose nga Ulqini, këto rezultate janë një dëshmi e punës mirë që është bën klub, si nga lojtarët, nga trajneri, po ashtu edhe nga principit i përkrajin lojtarët e vegjël. Kan Baruti kampion për moshën 10 vjeç, Olea Gjoka kampione deri në 10 vjeç, Joni Hima dhe Diora Gjoka deri në 11 vjeç dhe Ajan Rudi deri në 10 vjeç janë fituesit nga Gjakova në turneun Kosova Ball. Unë kam pas shumë vështirë sepse ka qenë konkurrenca e fortë, vetëm jam shumë i lumtur që kam zënë vendin e parë. Ndihem jashtëzakonisht e lumtur dhe krenare për arritjet e mia. Jam përkushtuar në stërvitje dhe jam ushtruar në fokus të veçantë në teknikë. Lojtarët janë kanë shumë të talentuar, por unë mora japa maksimumin dhe arrita të fitoja. Unë jam gëzuar shumë që kam arritur të fitoj vendin e parë. Kemi bërë një punë shumë të madhe me trajnerin dhe kemi përkryer nga prindërit. Do mundohem që të arrijmë më shumë tituj në gara të ndryshme. Unë jam shumë i lumtur që kam fituar vendin e parë në Prishtinë dhe besoj që do të vazhdoj kështu. Kjo ishte hera 4 që klubi Hot Shot shpallet klubin më i suksesshëm i turneut rajonal. Ndërkohë, trajneri Baruti pohoi se po bëjnë përgatitje për të marrë pjesë edhe në turnet e tjera ku gjithashtu presin suksese.